Tash, unë mendoj që definitivisht më e rëndësishme se cila simbolik, se cilin nocion, koncept, që çdo që e përdorim ka qenë fitoria. Njerëzit le të flasin dhe le të marrin mendimet e veta. Me rëndësi është që djemë tonë na kanë bërë krenar secilin dhe unë sot e kisha një intervistë në një prej mediumeve nga shteti i Shqipërisë edhe merr mirë që moderatorja tha së paku një nga ndeshjet e fituam. Pra nuk tha e fituat ose e humbëm, po tha së paku njëre nga ndeshjet e fituam. Kështu që njerëzit le të flasin ashtu siç ndihen dhe mendoj pjesa më e madhe e njerëzve ndihen një farforme krenar edhe kur fiton Kosova, edhe kur fiton Shqipnia. Ne jemi ndi krenar në kalumën, kemi bërë tifozëri për Gjermaninë, për Spanjën, për Francën. Kështu që çfarë dita besan unë e di që në shumë sporte, sidomos në atletik, jemi gëzu kur ka fitu ndonjë atlet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak lidhjes që e kemi. Kështu që për te i krejt kësaj, kur jemi gëzu edhe për shtetet e tjera, normalisht që krenaria dhe gëzimi është i papërshkrueshëm sa herë që djemë tonë bojnë kësi lloj performance. Normalisht çka është me rëndësi në ndeshjen e radhës është që mos më na kaplu euforia, siç po din ndonjëherë këtyre kohëve të fundit, sidomos në terrenin vendas kemi pas më shumë vështirësi se sa në lojtë si mysafir. Uroj edhe shpresoj që djemë kanë menaxhu këtë eufori në mënyrën më të mirë. Unë mendoj që në rast fitores, normalisht do të ishte një hap historik, por edhe nëse ndodh, çka do të ndodh atë është një arritje jashtëzakonshme, sepse kërkush nuk e ka pritur që në këtë periudhë kaq të shkurtë Kosova të pas kësaj lloj performance. E martja na obligon në një farformë ose tjetër, secilin prej nesh na obligon që kudo që jemi ta përkrojmë këta djem, të tregojmë që jemi definitivisht të interesuar me tregu që kur bëhemi bashk, kur jemi profesionistë dhe shoqër që kemi profesionistë të tillë futbollistë që ndikohen prej temave politike, mundemi me imposhtë edhe në këtë rast kombëtarët edhe më të forta, siç në këtë rast ishte edhe përfaqësuesja ose kombëtarja e Slovakisë, që në radhë të saj ka lojtar fantastik, po ne treguam që jemi ma luftarak se sa ata. Kështu që ata na njoftën në një formë ose tjetër, edhe nëse nuk na kanë njohur deri dje, s'paku s'kan më na harru më.